Në një proces të zgjatur numërimi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur zyrtarisht edhe fazën finale të verifikimit të votave preferenciale në të gjitha qarqet e vendit. Nga rezultatet, Partia Socialiste konfirmon dominimin e saj në këtë proces, duke siguruar 37 deputet të zgjedhur drejt për drejt nga lista e hapur, përkundrejt 6 deputetëve që ka arritur të nxjerrë Partia Demokratike. Në disa qarqe, rezultati ka qenë thellësisht një anshëm. Në Berat, Elbasan, Fier, Gjirokastër dhe Vlorë, demokratët nuk kanë arritur të sigurojnë asnjë mandat nga vota preferenciale. Vetëm socialistët do të përfaqësohen me emra të zgjedhur nga qytetarët përmes listës së hapur, përfshirë 7 emra nga Fieri dhe 5 nga Elbasani. Ndërkohë, Tirana konfirmon sërish peshën më të madhe elektorale. Socialistët kanë siguruar 7 mandate nga votat preferenciale, ku më i votuari është Blendi Gonxha. Demokratët përfaqësohen vetëm nga Jurita Tabaku, e cila gjithashtu në rekordin e votave në nivel kombëtar për Partinë Demokratike. Në qarqet e Shkodrës dhe Kukësit, panorama është ndryshe. Socialistët nuk kanë siguruar asnjë mandat nga lista e hapur. Në Shkodër, Kryebash-Jaku Bardh Spahia do të jetë vetmi përfaqësues i PD-s nga votat preferenciale. Në Lezhë, demokratët kanë arritur një tjetër përjashtim, duke nxjerrë 2 deputet nga lista e hapur, kundrejt vetëm 1 për Partinë Socialiste. Në qarqe si Durrësi dhe Korça, rezultati është më i balancuar. Partia Socialiste ruan e përsin me 3 dhe 2 mandate respektivisht, ndërsa Partia Demokratike arrin të nxjerrë nga një deputet në secilin qark. Ndërkaq Dibra do të përfaqësohet nga Agron Malaj, kandidati i Partisë Socialiste dhe i vetmi i zgjedhur nga lista e hapur në këtë qark. Ky proces konfirmon e përsin e Partisë Socialiste jo vetëm në votat e përgjithshme, por edhe në besimin individual që votuesit i kanë dhënë kandidatëve të saj përmes votës direkte. Për Partinë Demokratike këto rezultate vijnë si një tjetër sinjal për rënien e mbështetjes në shumë zona, si dhe për sfidën që e pret në përballje me elektoratin në të ardhmen.